Le të bëjmë gati së bashku për të dalë për iftar. Sot është natë kadri dhe duke qenë se gjithë muaj nuk kemi dalë për ta qelë iftarin ton jashtë, sot si ditë më e veçantë e gjithë muajit Ramazanit, kemi vendosur të dalim. Është ora 5:10, në orën 6:55 kemi për ta qelë, kështu që unë do filloj të bëjmë gati avash avash, të marr atë kohën time. Në fakt outfitin e kam gati që nga mëngjesi sepse dolëm me mamin dhe kishim ca punë sot, kështu që nuk kam për të ndruar asnjë gjë, jemi shumë rregull. Shumë maksimumi mund të hedh në një gjë krave sepse freskohet nga darka. Kështu që do bëjmë vetëm make-upin. Unë sot në fakt nuk kisha vënë make-up, kështu që me këto letrat që heqin make-upin, do e pastrojmë pak fytyrën nga këto papastërtitë e ditës, do bëjmë skincare dhe pastaj kalojmë direkt. Vazhdojmë me tonikun. Këto kohë, këtë zonën të, siç i quajnë këto dermatologët, e kam goxha të thatë, kështu që për hidratimin e zonës të do përdor një krem hidratues random. Në fakt e përdora edhe në mëngjes dhe më ka hidratu goxha shumë dhe nuk e kam hundën të rrjepur. Siç e dini, nuk përdor fondating, kështu që direkt do alem në concealer dhe do aplikoj pak sa për i çik mbulim. Sot në fakt jam shumë e lumtur sepse kam prerë biletat dhe kam rezervuar hotelin për udhëtimin ton të radhës dhe është një vend ku kam shkuar në fakt për ditëlindjen time, për një përvjetor, më duket për ditëlindjen e 15, por kam shkuar vetëm me mamin, kështu që këtë herë do ikim me babin edhe vëllezrit. Me make-upin unë përfundova, tani kam vetëm buzët, për buzët përdor këtë të Mimos, numri 001 Venus. Lapsin e kombinova me këtë të Maybelline numri 924. Neve mbaruam edhe darkën tonë. Vëm dhe kafen, tani është ora 7:30. Do ikim në shtëpi, kam seancat e lazerit, që do bëj edhe lazerin. Dhe ju mbyll këtu. Do shihemi në një tjetër shorts. Ju përqafoj.